Një udhtim në për histori, muzik, një podcast skenik që na zbuloi një anë tjetër të ikonës së muzikës shqiptare, Tefta Tashko Koço. E tillë erdhi në skenën e teatrit Migjenik, kjo mbrëmje artistike e cila sfidon formatet klasike të interpretimit. Autoria Balina Bodinaku ka ndërtuar në skenë një laborator emocionesh, dokumentesh arkivore dhe tinguj që përshkojnë kohën, duke sjellë figurën e Tefta Tashko Koços dhe bashkëpunëtorëve të saj të kohës më të plot, e duke nxjerrë në dritë historinë se çfarë fshihet pas zërit që ngriti themelet e muzikës lirike qytetare shqiptare. Shpresoj shumë që përmes këtij turi në gjithë Shqipërinë, jo vetëm të çojmë atje këngën edhe historinë e jetës, jo vetëm profesionale të Tefta Tashko Koços, sikur se them unë në këtë podcast skenik, ajo është edhe një model frymëzimi i jashtëzakonshëm si grua, për forcën që ajo ka treguar në jetën e saj personale dhe me zgjedhjet që ajo ka bërë. Por, gjithashtu edhe të njohim edhe shumë artistë të tjerë, intelektual, instrumentistë, këngëtar, të cilët ju përkushtuan Shqipërisë në kushtet shumë të vështira, atëherë kur Shqipëria kishte më shumë nevojë për ta, edhe kanë arritur të bëjnë një punë të jashtëzakonshme që mbërrin deri në ditët e sotme. Nuk kemi qenë shumë të mirë në ruajtje në historisë. Megjithatë, nëse kërkon gjen, edhe kryesisht nëpër familjar, edhe në arkiva personale, sigurisht që mund të gjesh gjëra që janë vërtet shumë të veçanta edhe të panjohura. Sopranoja Renisa Laçka dhe tenori Denis Skura, të shoqëruar në piano nga Merita Rexha Tërshana, sollën disa prej kryeveprave të Tefta Tashko Koços dhe muzikës klasike. Unë si pianiste i vë tekstin Tonin Guraziut, Lola Gjokës, figura të cilët kanë vënë gurët e themelit në artin shqiptar, dhe është përgjegjësia jonë, është përveç se kënaqësi edhe gjithashtu detyrë për t'i kujtuar, për t'i nderuar dhe për t'i sjellë prapë në skenë, mundësisht ta shpërndajmë këtë edhe tek brezat e rinj që vijnë. Shpesh gjërat edhe harrohen edhe nëse është detyra jonë që t'i çojmë sidomos ke brezi i ri. Sidomos ke brezi i ri tani që nuk ka informacion dhe mendohet shpesh, kjo është e keqja jonë që historia fillon dje. Jo. Ka qenë dikush para nesh, ka qenë dikush kush e ka bërë këtë mundimin, ka lënë punët e veta, ka lënë jetën e vet në Evropë dhe ka marrë iniciativën për të vënë gurin këtu ku s'kishte asgjë. Për shembull, këto pianistë, Tefta Tashko Koço, me gjithë sakrificën që ka bërë, ka qenë për mendimin tim shumë më patriotike se shumë të tjerë, pasi vërtet ka lënë një gjë, ka themeluar diçka. Ka themeluar diçka në artin shqiptar, në artin kombëtar. Kënaqësi e madhe të këndoj për herë të parë në Shkodër, në këtë qytet kaq të bukur, me këtë publik kaq të dashur dhe tepër të përkushtuar gjatë shfaqjes. Jam e lumtur që solla këtë ikonë të madhe artistike, kulturore të vendit tonë. Tefta është nga figurat më të shquara të muzikës shqiptare, qytetare, dhe është vërtet një nder për mua dhe sfidë gjithashtu që të performoj disa nga veprat e saj, si shqiptare, por si edhe perlat e muzikës operistike që ajo ka kënduar në kohën e vet. Eventi Kënga ime ndaj natëherë është filmuar i plot nga TV1 Channel si media partner dhe do të transmetohet së shpejti në ekranin ton.